në këtë edicion do të ndiqni. Bizneset në Gjakov vazhdojnë të kërkojnë pezullimin e vendimit të ZRS për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa në komunën e Gjakovës kanë mbajtur takimin e tyre të rregullt. Qytetari Adem Hula i dhuron 10.000 euro për të ndihmuar në blerjen e një banese të familjes nevojtare. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Gjykata themelore në Prishtinë ka refuzuar padinë e grupit asnjë cent më shumë ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë rreth shtrëngtimit të rrymës për 16%. Mirë po edhe përkundër kësaj, bizneset vazhdojnë të kërkojnë pezullimin e shtrëngtimit të rrymës. Një alarm serioz është ngritur nga komuniteti i biznesit dhe organizatat ekonomike në vend. Vendimi për rritjen e tarifave të çmimit të energjisë elektrike po konsiderohet si problem shqetësues për komunitetin e biznesor. Ata duan që ky vendim të anulohet, në të kundërtën do të prodhojnë shumë probleme tjera të qëndrueshmërisë së bizneseve, qofshin të vogla apo të mëdha. Blerand Bobi thotë se rritja e çmimit të energjisë elektrike është e papërballueshme për ne. Na si punëtori pe kena pa problem këtë shërtim të rrymës, sepse këtu edhe në fshat edhe nuk ka energji të mirë, ka ndërprerje zakonisht. Shpesh nuk kemi rrymë ka 2 ditë, 1 ditë, po sidoqoftë do të më këshim ja dalë dyqysh. Bobi shtoi se është e rëndë t'ja dalim me këtë vendim. Shumë e rëndë për neve si fabrik, sepse po mundom ja dal me energji të vjetë sa kena pas, por tash që rrit, pe kena pak më problem, po s'pe kena shumë bo. Shpenzimi është i madh për shkak të makinerive dhe kostoja e shpenzimit rritet shumë, shtoi Bobi. Po, normal që shpenzojmë shumë sepse kena makina të mëdha, o fjale për fabrik milion që po sido që më kanë rrymë që kena të mirë për shembull, okay, halal, po edhe rryma e dobta dhe shtrajtia e madhe problem pe kena. Ndërsa sot, gjykata themelore e Prishtinës ka refuzuar padinë ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për vendimin për shtrejtimin të energjisë elektrike e dorëzuar me 2 maj 2025 nga grupi asnjë cent më shumë. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa nga komuna e Gjakovës kanë mbajtur takimin e tyre të rregullt. Krahas shqyrtimit të procesverbalit të kaluar, aty është diskutuar edhe për raportin e Drejtorisë së Shëndetësisë, mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonit veror, si dhe për raportin vjetor të ndërmarrjeve publike Qabrati dhe ngrohtoria e qytetit. Nën kryesimin e kryesueses së Kuvendit Komunal të Gjakovës, Arvnesha Kuqi është mbajtur mbledhja 5 e Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2025. Pas miratimit të procesverbalit të mbledhjes së kaluar, Drejtoresha për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale Adelina Sheukola shpalosi aktivitetet e realizuara nga fillimi i këtij viti me theks të ndarja subvencioneve e investimet në banimin social. Rreth banimit social, pyetje pati Ali Tafarshiku, antari i këtij komisioni. Komisioni i banimit social a udhëhiqet prej Drejtorisë Shëndetësisë, domethënë në aspektin e vendimmarrjes, apo prej kryetarit komunës. Se dim rastin e kaluar, kur shkresat kanë shku edhe qytetarët janë revoltu për ato kërkesa dhe ultimatume për lirimin e banesave, në pont dulce ka qenë urdhër i kryetarit dhe komisioni është përmund prej kryetarit komunës. Pse duhet me pas komision prej kryetarit komunës nuk e di, përderisa në kuadër drejtorisë juaj është sektori i mirëqenies sociale. Shehu Kola pati edhe një sqarim rreth kësaj pyetje. Sa i përket formimit të komisionit, unë e kam zyrtaren e mirëqenies sociale, cila e udhëheq këtë komision, po që normal që çdo formimi i komisionit bëhet me vendim të kryetarit. Nuk është që është veç të banimet sociale, po për të gjitha bëhet. Mu më intereson mi pas një antar të drejtorisë, cila është edhe e punësune për që ata, është Blerta Qela, zyrtare e lartë të mirëqenies sociale. Tutje u raportua edhe nga Drejtoria për Shërbime Publike, nga Kompania Rajonale Mbeturinave Qabrati, si dhe nga ngrohtoria e qytetit. Rreth kësaj të fundit pati reagim nga Tafarshiku. Mos harrojnë
është njëna prej ndërmarrjeve, dhe me thonë, ku është bo investimi më i madh. Edhe unik, jo në Republikën tonë, po në krejt rajonin. Edhe me ardhë situata që qytetarët, vullnetarisht, konsumatorët, me u shkput prej ndërmarrjes, kjo situatë është shqetësuese. Edhe më ka bo bile përshtypja që edhe ju si institucion drejtoresh, në reagimet publike, e krahasojshit çmimin e SRE-s që ka përcaktu për komunën e Prishtinës. Dhe më thonë me komunën e Gjakovës, para mendoni. Biomasa më krahasu me apull. Drejtori i ngrohtores Plerim Halilaj pati një sqarim. Zyrtarisht, as privatisht në asnjë formë ngrohtoria, asnjë konsumatori dhe asnjëherë në asnjë prononcim nuk e ka potencuar që ka ngritje të çmimeve. Përkundrazi, çmimi për megawatt ka pas një ulje të lehtë, pra prej 54.5 në 53.62 është zbritja. Problematika ka qenë ndryshimi i formës së faturimit. Pra po flasim për dikon 4-2 vjet që është faturu konstant njëjtë. Pra është faturu hapësira ngrohëse që një pjesë e madhe konsumatorëve janë penalizuar për shkak se na e dim strukturën, sidomos të shtëpive banuese që e kemi, familjet tash janë të vogla, ndërsa shtëpitë banuese janë jashtëzakonisht të mëdha dhe është dash një konsumator me pagu një faturë 300-350 euro me metër katror për flas krejt kohën, a në fakt e ka shfrytzuar ndoshta një pjesë të vogël të ambientit ku jeton. Edhe matja e konsumit edhe faturimi në bazë të konsumit, përveç që është obligativ ligjor, parashihet edhe me rregulla dhe me format e SRE-s rregullore që ata i kanë, është edhe më e pranueshme dhe më reale. Ne kemi pas ankesa sidomos në fillim të sezonit, e cilat gradualisht kanë filluar me amortizuar për shkak se me ekipet tona në terren mundu maksimalisht me bë dhe para fillimit të sezonit si fushat vëdësuese me informu konsumatorët për mënyrat e eficiencës, mënyrat e kursimit që duhet me ndodhë gjatë kohës se shfrytëzimit të energjisë. Në këtë takim pune u diskutua edhe për shumë çështje të tjera të cilat kishin të bënin me raportet e drejtorëve që raportuan sot. Takim sot kanë mbajtur edhe antarët e Komitetit për Komunitete në komunën e Gjakovës. Informata nga Drejtoria e Shëndetësisë për subvencionim dhe banim social të familjeve në nevojë ngjalli diskutime më shumë në këtë takim pune. Gjatë mbledhjes së 5 të Komitetit për Komunitete në Gjakov, Drejtoresha e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Adelina Sheukola prezantoi planin për subvencionet në mbështetje të familjeve në nevojë nga komunitetet jo shumicë. Ajo theksoi se këtë vit kanë përfituar 10 aplikues nga radhët e komuniteteve. Pra gjatë kësaj periudhe nga data 3/2 deri me 3/3, pra për një muaj është bërë thirrja publike për subvencionimin e fushës shëndetësore ku janë pranuar aplikacionet për mbështetje financiare dhe janë realizuar pagesat për këto kategori. Nga total janë 301 aplikues dhe janë përzgjedhur 183, kurse refuzime janë 118. Nga minoritetet janë 10 përfitues, pra Roma, Ashkali, Egjiptian dhe 3 janë të komuniteteve bosnjak. Gjithsej shuma për apore mjetëve për thirrje publike është 60.000 euro. Edhe këto prave që i kemi të shpërndone. Pjesën tjetër e kemi bo edhe vjet, edhe si vjet, për shkak të nevojave urgjente, në nështrimive të operacioneve ose ndaj skeneri që shkon të diagnostifikimi ndaj karcinomës që dyshohet ose të stendimit, atëherë na kemi lënë një fond urgjent për këto kërkesë. Te banimet sociale nga muaji mars-prill 2025 është hap thirrja publike për strehim të rasteve sociale, ku në këtë periudhë janë pranuar gjithsej 139 kërkesa, shtoi Sheukola. Pra nga muaji mars i datës 18/3 deri me 18/4 është hap thirrja publike për strehim të rastet sociale dhe banimet sociale. Në këtë periudhë raportuese në DSHMS janë pranuar gjithsej 139 kërkesa. Të gjitha këto kërkesa janë akoma në procedurë të vlerësimit të komisionit. Komisioni ka marrë 5 takime, po hala nuk kemi diçka përfundimtare, sepse janë shumë lande dhe ato vyjnë goxha kohë për secilën familje për shkak se edhe ligji ja përcakton edhe pjesën ku do të poantohen edhe do të verifikohet dokumentacioni të mbajtur.
Emra Çërmjani nga organizata Roma in Action ngriti çështjen nëse në kuadër të programit për banim social janë parapar masa lehtësuese për familjet e komuniteteve jo shumicë. Mu po intereson me ditë e banimi social, a është parapar ndonjë masë lehtësuese apo mbështetëse për familjet e komuniteteve jo shumicë, si dhe nga këto 139 kërkesa që janë dorëzuar nga në drejtorinë e juaj. Më intereson me ditë a ka pas normal në kontrollime të para të cilat janë bërë nga komisioni, familje nga komunitetet të cilat kanë aplikuar për të qenë përfitues të banimit social, si dhe në sa i përket konkursit e dim që ka qenë publike gjithçka, mu po më intereson me ditë a janë parapar ndonjë masë lehtësuese dhe a janë të përfshin, pasi që në takimin në fundit kemi diskutuar dhe për 5 familje të cilët jetojnë në afërsi të lumit e Renik, të cilët janë të rrezikuar çdo herë nga vërshimet të cilët ndodhin nga rreshtet e shiut. I menjëhershëm ishte sqarimi i drejtoreshës Shehu Kola për pyetjen e drejtuar. Këtë punë kanë kry me shumë përgjësi, sa i përket atyre 5 familjeve, po të njëjtën zyrtari për mirëqenie sociale Bashkëmarrëmendin i shku i kanë njoftu, besoj që kanë apliku. Janë në proces, nuk kemi mujt mi nda për momentin, se takimet që i kanë bo komisioni nuk kam qef, i kanë bo edhe në zyre personale të one që ju kom liru në vetë, po nuk i kom detyru me minxer të dhanat sa janë komunitetet dhe sa janë të tjerë. Edhe besoj që në përfundim atër në amajmë edhe takime tjera dhe raportuaren për të gjitha. Mbledhja solli në vëmendje nevojën për mbështetje të qëndrueshme për komunitetet jo shumicë, veçanërisht në aspektin e subvencioneve dhe strehimit, duke reflektuar për kushtimin e institucioneve për një qasje më gjithëpërfshirëse dhe sociale. Banorët e fshatit Vogov, por edhe të fshatrave përreth, duan që të zgjerohet ura e cila ndodhet në rrugën Qakov-Qaf-Prush. Kjo pasi aksidentet janë të shpeshta në këtë zonë. Lek Maksuti thot se institucionet duhet ta marrin si prioritet propozimin e fshatarëve me qëllim të parandalimit të aksidenteve. Aksidentet e shumta që kanë ndodhur të ura në fshatin Vogov kanë bërë që banorët e fshatrave përreth të shqetësohen. Lek Maksutaj, kryetari i fshatit Vogov, thotë se kjo urë është shumë e ngushtë dhe kërkon zgjerimin e saj nga institucionet përkatëse. Ka pas fatkeqësi, e ura është e më e ngushtë si asfalti. Pra atë si mendoj që mund ndodhen edhe aksidente, me qenë se dorën zemra dhe shpejtësia është pak e teprume, por si do të qoftë ura është shumë e ngushtë. Maksutaj tha se është rrezik për kalimtarët që kalojnë në këtë urë sepse vazhdimisht është e frekuentuar. Me qenë se është edhe rrezik permanent dhe përkombësor, po kisha bo apel të institucionet gjithë se sigurisht që këtë pjesë të rrugës e ka qeveria apo nivel republike të ndërhyjnë dhe të ndojnë dorë në këtë pjesë, mos ndodhin më aksidentet. Ura fshatit Vogov ndodhet në magjistralen Gjakov-Qaf-Prush, si një nga vendet më të frekuentuara të kësaj zone. Vetëm para 2 javësh një qytetar nga Shqipëria ka humbur jetën pasi është vetë aksidentuar dhe ka rënë nga ura. Vullnetmirët e shoqatës Bereqeti janë të shumt, por thot njëri prej tyre ishte më i veçantë. Nga të ardhurat e tij, Adem Hulaj dhuroi 10.000 euro si ndihmesë në blerjen e një banese për një familje nevojtare. Për familjen 7 antarëshe nga fshati Gërgoc, e cila jeton në kushte të mjerueshme, Adem Hulaj nga fshati Prilep i Deçanit ka kontribuar me 10.000 euro bamirësi. Në një prononcim për të vështirën, ai tha se duke parë gjendjen e vështirë të kësaj familje ka vendosur të dhurojë këtë vlerë të parave. Tu i pa kushtet e tyne. Rrethanat e atyne vajza që kanë hupë dhe thrit për vllavën e vet. Edhe ata fëmijë që këmethen jetima, aty shpreha dëshirën për me dhonë që një ndihmë vogël sa ku pas mundësi. Bamirësi Hulaj tha se fillimisht kishte vendosur për të shkuar në haq, por pastaj ka ndryshuar mendja dhe ka ndihmuar familjen nevojtare. Me thonë drejtë, unë më konë në haq përpara, edhe kom pas vendosur edhe herë më shku.
edhe të i po këto kushtet, thash, ma haqë është këllena, se unë atë obligimin e para këmë kry. Edhe të një mojtë në jetima, edhe të i qesim pak në dritë, edhe me se thmija janë shumë tafë për shkollë, po kushtet e bujnë ato të veten. Shoqata Bereqeti komë parë kishte apeluar që kjo familje të ndihmohet, prandaj edhe ndihma dhuruar nga Bamirësi Hulaj është shumë e rëndësishme. Kemi filluar iniciativën për një një banesë, në cilën që banesa vetëm është bërë një kontratë e thjeshtë fillimisht, që ka 92 metra katror të mobiluar në qytetin e Gjakovës, në katën e 5, ka lifti, ka gjithat. Ajo ka qenë diçka interesante dhe gëzim për mua dhe stafin tim, se sot për herë parë ka ardhur dikush me shumë kaq të madhe. Bejtullah thotë se është siguruar edhe apartmenti për familje nevojtare, por duhet mbledhur edhe disa fonde tjera. 5.000 kemi nga Kuvendi Komunal, 5.000 kemi nga disa shokë tonë, 5.000 nga Skijoni e kanë premtuar dhe transportari i komunës, dhe mbesim më shpresë një shumë për 25.000 të mobilohem së bashku nga vendi diaspora, ma dhe vërtetën shumë meritor në kurte të tepër ekstreme, po mendojmë që kur ban brenda mujt të sigurojmë edhe një ekstrem të tillë. Vullnetmirët e shoqatës Bereqeti janë të shumtë, e gjithsesi edhe numri familjeve nevojtare është i vazhdueshëm, prandaj vazhdimisht bëhet apel për ndihmë që të sigurohen sa më shumë fonde tjera për të mirat materiale për nevojtarët. Që hoqë këtë shërbimin tanë, ashtë në Bereqeti. Krahas frikës që kanë pacientët kur vizitojnë stomatologun, edhe dështimi i trajtimit dhe rikthimi në fazën fillestare, është një tjetër problem që ballafaqohen mjekët stomatolog. Kështu thot doktoresha Rita Gojani, e cila kërkon nga pacientët që të bëjnë sa më shumë vizita rutinore të dhëmbëve me qëllim të ruajtjes së shëndetit oral. Frika nga stomatologu është shumë e zakonshme të shumë prej pacientëve. Edhe stomatologja Rita Gojani e sheh këtë si problem, por që për të shqetësim më i madh është dështimi i trajtimit dhe rikthimi në fazën fillestare. Përpos problemit parë që është frika apo ankthi i pacientit, i cili vjen për shkak procedurave që janë dëmshme, zgjasin kohë, një ndër problemet që hasim është dështimi i trajtimeve tona, shkana qënë përsëritje gjithë atyre procedurave. Domethënë mendoj kjo është problemi që hasim më shumë për ne, si profesionist që ndikon edhe tek pacientët. Gojani thot se heqja e dhëmbit në disa prej rasteve është një zgjidhje e mirë, pasi me avancimin e teknologjisë ai dhëmb mund të zëvendësohet. Kjo gjithmonë varet prej gjendjes së dhëmbit, edhe domethënë detyra jonë për mi shpëtu një dhëmb nuk varet gjithmonë nga procedurat që ekzistojnë, edhe shumë herë domethënë heqja është edhe zgjidhja më e mirë, por me teknologji të reja, me trajtimet që kemi, mund zëvendësohen edhe ato dhëmb që hiqen. Kontrollat e rregullta dhe pastrimi profesional janë të domosdoshme për trajtimin e mishrave të dhëmbëve që gjakosen, shtoi Gojani. Kjo fillon me kontrollat e rregullta, domethënë pastrimin profesional apo trajtimet profesionale në klinik, por ka të bëjmë shumë edhe me higjienën personale që pacientët e kryejnë kushtet shtëpiake, siç është larja e rregullt të dhëmbëve, përdorimi i produkteve tjera, siç është filli dentar, domethënë është trajtimi më i mirë është parandalimi. Fatkeqësisht sipas Gojanit edhe në ditët e sotme dhimbja e dhëmbit është ajo që pacientët i shtyn ta vizitojnë dentistin, e jo vizitat rutinore që duhet bërë për mirëmbajtje të dhëmbëve. Një pjesë e hapësirës në kodrën e Qabratit është vizituar sot nga 10 qytetar, besimtar në tyrben që ndodhet në këtë pjesë. Materiali në vazhdim na njeh më shumë ritualet e kremtës së Shëngjergjit të organizuar sot. Njihet si dita e 9 e Shëngjergjit, e shumë qytetarë shkojnë në kodrën e Qabratit për të festuar dhe kryer lutjet në tyrben e Qabratit. Halil Rama, i cili i përkujdeset për tyrben, thotë se kjo datë është shumë e rëndësishme. Kjo dita ndodha ditë Shëngjergjit me 14 e ka që kjo tyrbe ka që ditë. Po vinë mu lut, mja kry atë detyrë të vetën, se shka për çfarë arsye vjen, për çfarë arsye vjen. Rama gjithashtu thot se besimtarët shumë shpesh i vizitojnë hapësirat e tyrbes, edhe pse krahasuar me vitet e shkuara, interesimi është më i ulët. Tash më pak po vinë. Mirë po, qaj se
donë më ardhë me bojë zjarët, vjen edhe shkonën. Njëra nga vizitorët që ishte e pranishme sot në Kotën e Qabratit, tha se ndihet mirë kur vjen e tyrbe. Në Qabrat vim çdo vjet, ditën e 9 Gjergjit, se mbledhemi edhe afrohem njëri me tjetrin, shkojmë tyrbe, bojmë ato tona që ka i kena nezrat e këto, takojmë njëri me tjetrin, shëtitim, hajmë drejk, dark, i marrim me veti, se këto s'ka kush më na afro, janë edhe do njerëz që si shesin, po ma mirë bio tonet të shtëpisë. Lutjet dhe ritualet fetare besimtarët i kanë të shpeshta në tyrbet e ndodhura në Gjakov e Prizren. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperaturat që kanë lëvizur nga 5 deri në 21 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti vranë me diell, me temperatura të cilat do variojnë nga 10 deri në 23 gradë Celsius. 7 deri në 12 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga moti vranë me reshje shiu. Moti vranë me diell parashihet gjatë së shtunës, me temperaturë minimale 7 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 17 gradë Celsius. Për të dielën, temperatura do variojnë nga 7 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranë me diell. Mot me diell parashihet të jetë të hënën, shoqëruar nga temperatura 10 deri në 22 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti ndryshueshëm, me temperatura që do lëvizin nga 11 deri në 23 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Bizneset në Gjakov vazhdojnë të kërkojnë pezullimin e vendimit të ZRE-s për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa në komunën e Gjakovës kanë mbajtur takimin e tyre të rregullt. Qytetari Adem Hulaj dhuron 10.000 euro për të ndihmuar në blerjen e një banese të familjes nevojtare. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.